lexo me emrin e Zotit tënd I cili krijoi. Sot, shehi, ne jena me një gjendje, nxënësi thot unë s'du të mësoj. Studenti shikon ti merr provimet me të njohshëm. Mundohet studenti të kopjon provime. Kjo është kitë kundërthënie me atë cilën I ka ardhur fjala e parë pejgamberit alayhis salatu wasalam, më dashur të zemrave tona. Do të thonë, kur e shet I shese çfarë gjenerate të pa edukume, edhe çfarë gjenerate të parsimume kemi, do të thonë që një gjenerat që nuk e do leximin, një gjenerat që nuk e do mësimin. Sot ne jetojmë në një gjenerat që do me arrit kënaqësinë me një short, me një video 15 sekondçe. Ne sot dojna me pat një gjenerat që do me arrit mu bo I menqor, do me arrit mu bo njëri nivel, do me arrit mu bo akademik, pa e qele, pa e nxe karikën, pa e qele librin, me lexu me orë tëra. Nuk mundet me ardh kënaqësia, hiç as pak. Nuk mundet me ardh kënaqësia e qenurit akademik, qenurit profesor, qenurit njëri përzgjedhur në mesin e shoqërisë tonë dhe popullatës tonë, vetë se ti ke dhënë një sakrificë shumë të madhe. E Allahu Azza wa Jall jo rastësisht I vjen me Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexon emrin e Zotit tënd I cili krijoi. Tash, a lexon ti aspektin fetar apo çdo aspekt tjetër të jetës tonë, nuk është me rëndësi, ti lexo. Do të thonë, kjo është shkolla që ndoshta ne lip me kuptu për pejgamberit alayhis salatu wasalam se ndoshta çuki mesazh edhe çuki emanet prej trejave tona, prej nxënësve dhe studentëve po tradhtohet me një mas të madhe. Do të thonë, ne s'lip me qenë tradhtar të asaj që shpall pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ndoshta nuk mund të them se çdo njeri duhet me lexu. Ndoshta çdo njeri është e nevojshëm me lexu, po jo çdo kush mundet me ul me lexu. Po spaku ata të cilët kanë pak aspirata për jetën, edhe pak kanë qëllime në jetë, pak dojnë diçka me nxjerr në dritë prej vetes vet, çaj lip me qenë I bindur se pa lexim s'mundet me arrit asesi. Nuk mundesh më bon njeri mençur shej pa lexu. S'mundesh më bon njeri mençur duke dëgjuar lajme në televizion. As duke dëgjuar video në rrjetet sociale, nuk mundesh më bon. Do të thonë kjo është ajo. Disa lloje të leximit. Nuk është vetëm leximi që ka të bëjë me librat. Kemi leximin e ndodhive në të kaluarën, duke I shikuar pasojat e asaj mosbesimit. Dokumentare. Ka, do të thonë leximi historik, ka leximi emocional të gjendjes së kreton këto mënyra të leximit të cilat na ndihmojnë neve të kuptojmë realitetin e kësaj dunjas. Realiteti I kësaj dunjas për të cilin jemi krijuar është, dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe ta ndjekim rrugën e pejgamberit që është dërguar tek ne. A mund ta shoh edhe një pikë këtu? Unë mendoj që dështojmë si misionar në aspektin e davetit të Allahut Azza wa Jall, edhe si prind mund dështojmë se nuk I motivojnë fëmijët e tanë për me lexuar. Nëse një prind e ka më shumë gajle se fëmia vet, do të thonë, nuk ja ka pru një dinar në shtëpinë e vet, sesa ai ka bëu detyrat e shtëpisë, do të thonë në shtëpinë e vet, vallahi për çdo fëmijës zore kemi prit sukses. Nëse nana ka gajle më shumë për pastërtinë e shtëpisë vet, sesa për mësimin që e ka me mësu fëmia vet, edhe atë stimulimin për shej, unë mund ta them prej përvojës personale. Vallahi baba mua sa më ka stimulu. Do të thonë, nëse kena pak arritje në jetë, pak një sa do qoftë e vogël, ka qenë si rezultati babës edhe I nanës që në vazhdimsi më kanë stimulu për lexim. Do në vazhdimsi, 100 lloj metode I ka përdor baba, s'po du ta përdor asnjë metodë, po 100 lloj metode I ka përdor baba që spaku merr lexoni libër, merr lexoni çket broshur, po edhe çket libër, po ç'kjo, mësoj një surë të Kuranit, mësoj, edhe derisa vet njëri mohin ato shinjat e veta. Do thonë, sikur që shit treni edhe pastaj nuk ka nevojë dikush me shty vet hec treni, derisa të shtihen shinjat e leximit edhe të edukimit. E këtu ngecin shumë prind. E ka më shumë dert fëmijëve ti bjerë, si sjellë pasurinë në shtëpi sa ti sjellë një sukses të madh në jetën e vet. Do të thonë, nuk mund ta paguajsh suksesin e fëmijës tan me parë shi. A disa njerëz kanë parë që fëmijët I kanë dalë prej udhë. Po ai do ndoshta edhe këtë pasurinë e sakrifikon që fëmijëve ta bëjnë një sukses, a e kundërta, ne kemi prind që ndoshta nuk mund ta kalojë mujin, do të thonë me pasuri, vetë me investon te fëmia vet, ndoshta dinarin e fundit e investon te fëmia vet, ama fëmia vet ja sjell suksesin se suksesi vjen prej Allahut. E Allahu Azza wa Jalla është sinqeritetin, edhe punën e tij Allahu nuk të hyn hak, Allahu ta jep atë cilën e meriton, edhe ti e gëzon edhe baban edhe nanën vazhdimsi. Do të thonë, kjo është po lloj të edukimit. Për vetën tënde edhe për shoqërinë ku jeton. Definitivisht.